Mirëmëngjes të dashur shigjetar, do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është 4 të majklit. Sigur, ka kogja disa herë të dashur shigjetar, nuk e di, është e pamundur të jetë për të gjithë shigjetarët, por që sikur shumica jeni jashtë masat të lodhur. Ajo lodhje mund të jetë për shumë gjëra. Trupi, shpirti yt po kërkojnë një pushim. Dëgjoje trupin, dëgjoje mendjen, jepi atë pushim që e meriton. Ndoshta jeni duke përpiqur të qëndroshni në funksion, ndërkohë që brenda vetes ndiheni shumë të lodhur, të shpërqendruar apo thjesht pa fuqi. Kjo nuk do të thotë që jeni të dobët, absolutisht, po jeni të ngarkuar. Ndonjëherë zgjidhja nuk është vetëm të bësh më shumë, por të ndalesh, të marrësh frymë dhe të kujtohesh për veten tate. Çfarëdo që të jetë, mund të jetë mund të jenë shqetësime, mund të jenë probleme, mund të jenë ngarkesë e madhe, siç thash të stërngarkuar nga puna, mund të jetë lodhje mentale në kuptimin duke i stënë menduar gjërat, fizike, por shumë të gjitha këto gjëra. Dhe thot ju uron, shikoni si është ulur aty dhe sikur gati po e zë gjumi, ju uron që të bëni për veten diçka, vetëm për veten diçka. Lëri përgjigjet të vinë vetë, lër trupin të pushoj, lër mendjen të pushoj, mos u merr me asgjë, të paktën për disa minuta, për gjysmë ore, për një orë, një ditë, varet se si keni mundësitë që ta mbledhni apo rikuperoni veten. Jepi vetes gjumin që të mungon, për çfarëdo lloj arsye, ose kohën që ke shtyrë për të pushuar mendërisht të dashur shigjetar. Kjo letër është një ftesë për të kujdesur për shëndetin tënd emocional dhe mendor, sepse pa ty të qetë, asgjë tjetër nuk funksionon të dashur shigjetar.